Djemtë e Valbona Selimllarit sulmojnë polici në Tiranë, thuajnë dhe kamerat e komisariatit. Dy të rinj kanë sulmuar një efektiv policie në Tiranë. Policia bëri me dije se dy vëllezërit, Deni dhe Kejni Selimllari, janë arrestuar pasi në orët e paratmëngjesit të sotëm, teksa ishin duke ecur në këmbë në gjendje të dehur, kanë goditur për shkak të detyrës një punonjës policie. Po ashtu policia e kryeqytetit bën me dije se gjatë shoqërimit Deni Selimllari dhe Kejni Selimllari, djemtë e Valbona Selimllarit kanë thyer kamerën e sigurisë dhe kanë dëmtuar derën e dhomës së shoqërimit. Njoftimi: policia tha se specialistët për hetimin e krimeve të komisariatit të policisë numër 2 arrestuan në flagrancë shtetasi DS, 21 vjeç, dhe KS, 18 vjeç, pasi në orët e paratmëngjesit të sotëm kanë goditur për shkak të detyrës një punonjës policie, kur janë shoqëruar në ambientet e dhomave të shoqërimit të komisariatit policisë numër 2. Këta shtetas kanë thyer kamerën e sigurisë dhe kanë dëmtuar derën e dhomës së shoqërimit. Gjithashtu kanë kanosur punonjësit e policisë që ndodheshin në këto ambiente. Materialet i kaluan prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë të jurisdiksionit përgjithshëm Tiranë për veprime të mëtejshme procedurale.